Para të tha pejgamberi Allahut se gjithnjë di çështje te plaku nuk plakën. Kërejt plakët veç di nuk i plakën kur. Cila? Me jetu gatë. A ka qef këtë një plak me dek? Bile thoi këto na maranohë plakën për para në dokshin ato bolë, mara kanë jetu. Shtipu më do këse unë shumë i ri. A pithu e vetës, apo? Që të vetët e babës tanë, e kimë ri? Po. E baba jo që kështu do këti, bolë mu, që di shka lipe dhe, qonë magje, qonë doktor, qonë spital. Po nuk plakët, nuk di qështje, nuk plakët dhe njëri. Me jetu gatë dhe me pas shumë. Bile sa të plakët i hip kooperacia më shumë. O babë, rejmëra bëllë se s'ki nevojë me punu. Ani më e di punën tenë. Penzien ma mirë se pleçka e din cëllën da del s'ka kur kush. Shko që këshiri kerejt stëroj. Qatin, qatë satë kur dalin kejt i kje. Këto nuk plakë. Ani të rritë ju keshka, ma dhe ju këtë plakë një dhe ju nuk u plakë. Kerejt plakësh, ama di që është e nuk plakë. Par këtë arsije pejgamberi Allahut në kam su që jemi të kënaqur me atë që Allahut ta ka caktuar. Imani është ai cili e ban njeriu që pasuria, jeta, mos me pas vlerë. E di si ka dhonën imani i fortë si aeroplani. A ke hipë në aeroplan? Ato që kanë hipë, tash po hipin shpesh. Ato që kanë hipë, kur i kanë hipë, a gjek Istanbul ka hipë në aeroport dhe ka po ato ndërtesat, i thënë japia të po, të më dhoja. Aeroplani ka qërë, ku ka fillu me ateru, ose me ungrit, filloj ndërtesa qka? Ti zulu, tu zvullu, dikur? Dunjoja dhe imani janë kështu. Ti me pas imanin e fort, bërë sigur e aeroplani që hip lartë 10.000 metre. Shka shef të poshtë? Asë gjo. Dunjoja për ti asikur ato mjekëllët në aeroplan. Amo kur është imani dop, a ke ateru po dëm, atër e shef japijet mdoja dhe ta kem që këta bre. Kështu është njeri, për atë Allahu të vëgjel këtë imon, ne ka që ne begati, ta ka thonë imonin, kerejt imonjen me ta morë, po shverë, asë gjos ka morë, për atë Allahu të sprovon ti, gjithë një, që ti të kujdesësh për ditën e katastrofës, ditën e ndodhis.